Coca-Cola. Okej, tani do bëjmë një quiz. Sa prej jush e njeh këtë personazhin? Edhe sa prej jush më thot se ka emrin Coca-Cola? Ajo duhet të rretohet më një herë. Ma thonin do ma shkruan. Apo me fat kryq. Me 5 gërma. Dgjoj tani, si ti je personazh edhe unë ka pas fatin edhe deri që kam punuar me ty në një kohë shumë vështirë, vitet 98, 99. Spaku nuk duhet Tani, të matet me numrin e ti vjen këtu? Për natë. Ma habitë fare. Natë edhe e kam kënaqësi. Po tani, Sepse që ditën e parë që kam parë që 90% tri, mendova që ky është momenti më i bukur. Dhe një shtet kur bashkohet inteligjenca me të rinjt, Sepse në përgjithësi brezi jon dhe disa breza më pas nesh kanë akoma mbeturina nga një sistem i kaluar. Ndërsa këta të sotëm janë fare, domethënë nuk kanë asnjë lloj ndikimi, kështu që janë fare të hapur, tani, kjo protesta të ka frymëzuar në një çik për të bërë një quiz të bukur si ato të tua të viteve. Unë vazhdoj të bëj bile edhe disa nga memet tu janë ideja ime. E zbuluam. Do të thënë, ne thoshim kush i bën këto meme të bukura, që ka Coca-Cola mbrapa. me këtë slogan. Bravo qoftë. Janë nga që shumë goditura, do të thënë, e di çfarë më përshtypje që gjithë mediat e huaja kanë marrë kartën e tua. Jo, do të thënë normalisht këto janë, do të thënë unë kam disa, që do të thënë i kanë bërë. Besoj ato më të goditurat janë të tuat, jam i sigurt. Atë se di, po. Jam i sigurt Coca-Cola. Proteston si qytetar je pak kënaqur nga çfarë? Po. Apo je ndërgjegjësuar? Shikoni, unë e kam thënë se ky është absurdi. Domethënë këtu e kam thënë edhe herë këtu në ato quizet e mia. Fjalë më e gjatë, dikush në Shqipëri? Kush është? Fjalë më e gjatë është tranzicioni. Një fjalë që ka zgjatur 36 vjet. Tranzicion. Do të thënë tranzicion. Tranzicion do të thotë ka nga një sistem i tjetër, që duhen pak a shumë 2 apo 3 vjet. Sa ndryshim? 36 vjet. Sa i sifikojmë, po jemi tranzicion. Dhe fjala më shkurtër? Do të shtim. Fjala më shkurtër është mashtrim, pastaj. Që dhe kjo ka zgjatur besoj. Normal, sepse imagjinoni për të justifikuar dështim të gjithë ata që kanë qeveri, për të justifikuar dështimet e veta, kanë gjetur këtë, domethënë jemi në tranzicion. Është tranzicion. 36 vjet tranzicion. Që është shumë e bukur vërtet. Edhe unë domethënë tranzicion kuptohet që ke kaluar nga një sistem situar diktatorial në një sistem themi demokratik. Po aq sa duhen 2-3 vjet, sa ndryshon institucion. Pastaj shkurtim ka pastaj tranzicionit, sa zgjat. Tani ti je mjeshtër i fjalës, edhe unë këtë e them me përgjegjësi. Dhe po, do lërojmë pak rrugën, patjetër. Se do marshojnë njerëzit tani. Edhe duke qenë se fjala është ajo për cilën sot godet edhe kjo protest. Mendon që i ka ardhur fillimi apo fundi? Fillimi i fundit. Apo është fillimi i fundit? Fillimi i fundit. Sepse unë të paktën kështu e mendoj, domethënë. Sepse çdo gjë siç ka një fillim ka dhe një fund. Edhe nuk besoj se mund të ketë akoma njerëz që mendojnë që do vërtet gjatë, nuk besoj. E ka kuptuar ky? Ka kuptuar kryeministri deri dje na ka gënjur të gjithëve. Tani po gënjen veten. E bukur. Tani po gënjen veten. Po sot e peqë po vën të flash. Po, ai mund të jetë propagandë. Ai flet gjithmonë me veprime, me thënë drejtën, edhe i ka të goditur apo. Po janë ata. Jo, sa ty. Janë ata që sugjerojnë si duket. Po është propagandë. Është propagandë. Edhe ai plazhi është. Po, propagandë, domethënë unë nuk pyes për ju. Si e shikon të ardhmen e ti, Coca-Cola? Po, të ardhmen e ti, unë domethënë e shikoj që domethënë ai ka arritur në stacionin e fundit, paktën politikisht. Le që ai ka thënë vetë që unë s'jam politikan. Domethënë politikisht për mua është i djegur. Po, faktori ndërkombëtar. Duket sikur e ka lëshuar. Po. Përveç atyre që i qëndrojnë besnik për shkak të normalisht, po edhe faktori ndërkombëtar, domethënë mund të mbështesë deri në një farë kohë, deri në një farë mënyre, domethënë kështu. Pastaj kur e shikon që domethënë edhe populli vet nuk e do dhe populli vet, aq më tepër kjo lëvizja e fundit që u kthye kundër.
me këtë territorial me fjalë. Me reformën territoriale. Me reformën territoriale që vetëm reformë mund të jetë, mund mos jetë. Po. Tani ti ke kaluar shumë situata të tilla, proteste të tilla, po disa që ndjekin politikën me shumë vëmendje dhe janë shumë skeptik, thonë që kjo nuk ka qenë që 1990-ën, nuk ka ndodhur një revolucion i tillë. Sepse kjo është, domethënë, kjo është një lëvizje që domethënë shkon përtej ideologjive të partive. Domethënë kjo është një lëvizje qytetare, shumë e gjerë, dhe unë ata që më thënë fare që por shikoj që domethënë pjesa dërmuese janë të rinj. 19-20 vjeçar që e shikojnë që nuk po normalisht që nuk kanë, e shohin që nuk kanë të ardhme. Domethënë këta të rinj me fjalë bëjnë nga 2-3 punë për të paguar qiran, jo mos bëhet fjalë për blesh shtëpi me fjalë. Patjetër. Kështu që këtë them që domethënë është një lëvizje që vërtet më ka motivuar, më ka bërë të ndjem edhe një herë. Kush do jetë parulla që ti do bësh nesër, më e bukur, na thuaj një tash për ne. Se di do e marrim parasysh. Kam një kështu Rama, o dorëzohet, o dorëzohet. Rama, o dorëzohet, o dorëzohet. Mirë me kopelar. Je shumë i këndshëm. Unë jam e sigurt që ata që do ta ndjekin këtë intervistë do ta gjejnë emrin tënd. Se s'mund të harrohet emri i ti, kurse si, sidomos ata që lexonin dikur gazeta. Po kopelar, gjithë të mirat dhe do shihemi prapë, do jem këtu me ty. Gjithë të mira. Faleminderit. Ej sa i mirë që je.